Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisim me aktualitet. Në Vlorë ka nisur zbatimi i një prej projekteve më të rëndësishme për qytetin, investimi për infrastrukturën e tregjeve, i cili parashikon ndërtimin e një tregu të ri me kushte bashkohore. Gjithashtu, krahas këtij është parashikuar dhe rehabilitimi të rrethori zonës në qendër të qytetit, që nuk është prekur nga projekti i Vlorës së vjetër historike. Në Vlorë ka nisur zbatimi një prej projekteve infrastrukturore të rëndësishëm për qytetin, investimi për infrastrukturën e tregjeve, hapësirave tregtare multifunksionale, rrugë tregtare në zonat model zhvillimi. Faza e tretë e këtij projekti është stacionuar në rajonet 3 dhe 4, ndërsa ky projekt parashikon dhe rikualifikimin urban në zonën e tregut të hapur të qytetit. Por për shkak të kohës që duhet ende për zhvendosjen e tregtarëve nga tregu në qendër të qytetit, puna për realizimin e tij ka nisur me rikonstruksionin e godinës së ish gjyqit të vjetër. Ka nisur në Vlorë projekti për zbatimin e rikualifikimit urban të zonës në hyrje të qytetit, pikërisht aty se ku ndodhet edhe tregu i frutave perimeve, që njihet ndryshe edhe si tregu teksati. Ky projekt, i cili përfshin rikualifikim dhe rehabilitim të kësaj zone, por edhe ndërtimin e një tregu, ka filluar me fazën e tij të parë në rehabilitimin e godinës së ish gjyqit të vjetër në qytetin Bregdetar. Projekti parashikon ndërtimin e tregut të ri që i ka munguar Vlorës prej vitesh, një treg me kushte bashkohore që i përgjigjet nevojave të qytetit. Gjithashtu krahas këtij është parashikuar dhe rehabilitimi tërësor i zonës në qendër të qytetit, që nuk është prekur nga projekti i Vlorës së vjetër historike. Puna për realizimin e këtij projekti ka nisur me rehabilitimin e një monumenti kulture që mbrohet nga shteti, të shtëpisë ku kryente funksionet gjykata fashiste dhe ku në vitin 1942 njësitë guerrile të qytetit, pas një aksioni të guximshëm, u rrëmbyen fashistëve një sasi të konsiderueshme armësh dhe municionesh. Ky është një projekt i qeverisë shqiptare, financuar nga Fondi i Zhvillimit me vlerë 115 milion lekë, ku puna pritet të përfundojë në shkurt të vitit 2027. Menaxhimi i mbetjeve urbane, një betejë e humbur në bashkinë Selenicë, në aksin rrugor që të çon drejt parkut arkeologjik të Amantias, një prej zonave më të frekuentuara nga turistët e huaj dhe vendas, syri të zgjidh sasi të mëdha mbetjesh, një pamje as pak normale. Shpesh mbetjeve u vjet dhe zjarri, duke krijuar situata shqetësuese. Me sa duket, Bashkia e Selenicës e ka humbur betejën për menaxhimin e mbetjeve urbane dhe atyre inerte. Pa shkuar në parkun arkeologjik të Amantias, një ndër destinacionet e preferuara nga turistët e huaj dhe ata vendas, përballen me një pamje as pak normale. Pirgje të mëdha me mbetje urbane në anë të rrugës, por sikur të mos mjaftonte kjo, her pas here këtyre mbetjeve u vihet flaka. Ndërkohë që Amantia është një ndër sitet kulturore më të vizitueshme në të gjitha muajt e vitit. Kjo ka bërë që Bashkia e Selenicës të mos ketë një plan konkret për menaxhimin e mbetjeve të ndryshme, edhe pse është përfolur që do të luftohet më së shumti ndotja e ambienteve të ndryshme nga ana e pushtetit vendor. Shumë pranë aksit rrugor që çon drejt parkut arkeologjik të Amantias, një prej zonave më të frekuentuara nga turistët e huaj, por edhe vendas, vërehen sasi të mëdha mbetjesh që krijojnë një pamje as pak normale. Në shumë raste këtyre mbetjeve u vihet edhe zjarri, duke sjellë një situatë shqetësuese dhe të papranueshme. Ndotja nga mbetje të shumta tregon një problematikë serioze në këtë zonë. Nga ana e Bashkisë së Selenicës duket se mungon një plan konkret për menaxhimin e tyre, duke lejuar depozitimin në vende të ndryshme dhe të pakontrolluara në anë të rrugës. Sfida e menaxhimit të mbetjeve është një problem i madh për pushtetin vendor, por duket se Bashkia e Selenicës e ka humbur këtë betejë. Ky aks rrugor frekuentohet shumë për shkak të parkut arkeologjik të Amantias, por pamja e parë që u ofrohet turistëve në kontaktin dhe impaktin e parë nuk është ajo që duhet të prezantojë një vend që synon zhvillimin e turizmit. Situata mbetet shqetësuese, nga pamjet duket qartë se mbetjet janë të depozituara aty prej kohësh në këtë zonë, ndërsa mungojnë masat dhe planet konkrete.
për ndryshimin e kësaj gjendjeje të krijuar prej vitesh. Mbetjet dhe tymi nga djegja e tyre shkaktojnë shqetësim për banorët e zonës dhe një ndotje të konsiderueshme të mjedisit, ndërsa është e vetmja panoram që paraqitet çdo ditë për banorët e zonës. Menaxhimin e mbetjeve duket se Bashkia e Selenisës nuk e ka problematik prioritet, duke lejuar depozitimin e tyre, edhe në vende ku kjo është ndaluar. Në urën e Peshkpis, mbi lumin Shushic, janë dëmtuar dhe grabitur barierat mbrojtëse. Rreth 300 metra të kësaj ure janë tashmë pa barierat mbrojtëse, duke u kthyer në një rrezik serioz për çdo person që kalon aty. Dyshohet se barierat mund të jenë hequr qëllimisht nga persona të caktuar me synimin për t'i shitur ato për skrap për përfitime financiare. Dëmtohen dhe grabiten barierat mbrojtëse në urën e Peshkpis. Rreth 300 metra në këtë urë tashmë nuk janë të pajisura me bariera mbrojtëse, ndërkohë që nuk ka asnjë reagim nga institucionet përgjegjëse për zvendësimin e tyre. Sipas informacioneve nga policia, barierat mund të jenë marrë nga persona të caktuar për të shitur më pas për skrap. Megjithatë, zvendësimi i tyre është i domosdoshëm pasi është një rrezikshmëri kryesisht për personat që do të bëjnë foto apo të shijojnë edhe pamjet e natyrës. Dëmtohen dhe grabiten barierat mbrojtëse në urën e Peshkpis mbi lumin Shushic. Rreth 300 metra të kësaj ure tashmë janë pa bariera mbrojtëse, duke u kthyer në një rrezik serioz për çdo person që kalon aty, qoftë për të bërë një foto apo për të shijuar natyrën përgjatë lumit. Mungesa e këtyre barierave e bën zonën veçanërisht rrezikshme, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes ose për fëmijët dhe turistët që nuk janë të njohur me terrenin. Duket se kjo situatë vazhdon për një kohë të gjatë, ndërsa nuk është marrë asnjë masë konkrete nga institucionet përgjegjëse për riparimin apo zëvendësimin e tyre. Nga ana tjetër, sipas informacioneve paraprake nga policia, dyshohet se barierat mund të jenë hequr qëllimisht nga persona të caktuar me synim për të shitur ato për skrap dhe për përfitime financiare. Ky fenomen jo vetëm që dëmton pronën publike, por rrezikon drejt për drejt jetën dhe sigurinë e qytetarëve. Ajo çfarë kërkohet është padyshim ndërhyrje e menjëhershme nga autoritetet përkatëse, jo vetëm për rikthimin e barierave mbrojtëse, por dhe për rritjen e kontrollit dhe marrjen e masave parandaluese, në mënyrë që raste të tilla të mos përsëriten në të ardhmen. Në Patos fshat, Bashkia Fier me shumicë myslimane, banorët po përballen prej kohësh me mungesën e një xhamie, çka i detyron ata të udhëtojnë drejt zonave të tjera për të kryer ritet e tyre fetare. Ndërkohë, muftiu i xhamisë Fier Hazizolli u ka kërkuar banorëve të mbledhin firma dhe të paraqesin një kërkesë zyrtare për ndërtimin e xhamisë. Në Patos fshat, njësia administrative Portës, Bashkia Fier me shumicë myslimane, banorët po përballen prej kohësh me mungesën e një xhamie, çka i detyron ata të udhëtojnë drejt zonave të tjera për të kryer ritet fetare. Xhamia e vjetër e ndërtuar në vitet 1900 është prishur nga sistemi komunist në 1967. Pas rënies së sistemit në 1996 u ndërtua xhamia e re në qendër të fshatit, por për shkak të lëvizjeve tektonike, xhamia u rënua, ndërsa prej saj ka mbetur vetëm minarea. Po, minarea xhamia s'ka, është prishur. Kish funksionon në ditë. Funksionoi njerë së mblodh, asnjëherë këtu. Asnjëherë, fare. Nuk kemi ku të falemi. Xhamia është prishur me në veri në ndeja, ka qenë lartë edhe nuk ka me. Është bërë vetëm kjo. U bë xhamia, u prish mbeti minarea. Po prish, ra na 13 janë kush e rrezoi, nuk e di. Sipas banorëve, komuniteti islam i fshatit nuk ka patur mbështetjen e duhur për ndërtimin e një objekti kulti, pavarësisht nevojës së vazhdueshme. Ata shprehen se mungesa e një xhamie e vështirëson jetën fetare, sidomos gjatë festave dhe ceremonive të rëndësishme. Kemi pasur një aty lart atë. Po, atë ku thashu? Në Malenje, ke pas këtu 2. Ja, ka një prishje mineria, vetë që mineria këtu, s'ka xhamime. Që mineria këtu. Mineria ka mbetur xhamia. Ka një mineria, xhami u prishur. Edhe prishe bën ata, xhamia ka qenë të lartë, për që gabimi atyre, që se bën atje, për bërë dhe bërë këtu në rket. Është vendi pa përshtatshëm, vend që rëshket. Po. Ma ati vendi përshtatshëm, edhe vendi kullur, edhe vendi mirë, edhe për popullit ishte mirë. Sepse falë, po dhe Djosh ka mëna në rrërës, në të rëshdije. Edhe e futu në aljet të shkollë, të shkollë të E ben atje ku ishë më kollaj. S'fa një aferë, ashtu aferët. Ferët e atje më falë për shpejë, be banjo, ajo atje, ajo minaria. E be banjo, banjo, pinte aty lokale, ven atje në banjo të minaria. Ja, që është ajo, fshatë ju. Keni ankuar ju për këtë situatë, nuk ju vjen keq? Por kemi përse të bëjmë, kujtë jankojmë pa? Kujtë do vejmë firë, të ankojmë firë. Unë do kështu të shenë e popullit, jo, po unë popullit do kështu. Ta që shoj vendin,
të qoj dy stollet, të ashtoj me cimento, shto dy stollet, vejmë ashtatar, falemi, djojmë edhe hoqëm, bjeme në i hoqë të rëzi, vjen falet të i fleta i hoqët, gjimë gjesë, djojmë për Ramazan, për gjithë, ju kështu ne mërë, ne, si në te, si mos më keq këtu. I pyetur për këtë problem, muftiu i xhamisë Fier, Mikeli Hazizolli, ka pohuar se çështja mund të zgjidhet, por fillimisht është e nevojshme që vetë banorët të organizohen, të mbledhin firma dhe të paraqesin një kërkesë zyrtare për ndërtimin e xhamisë. Kjo kërkesë nga ata nuk është bërë dhe myftini është në dijen e situatës, sikundër dim që ka fshatra me xhami të reja, por janë mbyllur për shkak të shpopullimit. Ndërkohë banorët thonë se sheshi fshatit ku ndodhet minareja duhet pastrohet nga rrënojat e shkollës së vjetër dhe të kthehet në një hapësirë ku besimtarët mund të kryen ritet fetare pranë minares deri në ndërtimin e xhamisë së re. Xhamia, atje ka vetëm disa gur, dhe një pjesë ku ka qenë xhamia e vjetër, është bërë tash një fis ka bërë varrezër atje. Brenda territorit të xhamisë. Kurse një pjesë e varrezëve është matan që nuk ishte xhamia. Ajo u prish në kohën e komunizmit, në vitin 1967 u prish. Që atëherë dhe sot nuk kemi xhami. Dhe kur tentua për të bërë një xhami e re, sa marroi si mur, u bë dhe minaria, ajo plasi, me fjalë u qa muri, lozin fëmijët hynin a muri, dilin matan, për mos të krijuar në një aksident, ata e prishën prap, me fjalë mbaruar dhe pa mbaruar mirë e prishën prap. Tash ka ngelu vetëm minaria. Edhe sot, patozi fshat s'ka asnjë xhami ku drejt të bëj atë ritmi që si thonë ato. Ne nuk shkojmë as me një vend, jemi bërë rreth 1800 banor, sot mund të jemi te gjysma. Dhe nuk është fare. Pra, afro 1000 besimtarë të këtij komuniteti nuk shkojnë as në vend. Jo, nuk kanë një xhami që të falen. Mirë është me që kanë gjithë fshatrat, kanë gjitha dhe është si shenjë, ku është patë fshat, ja te xhamia, ai është patë fshat. Ne nuk e kemi këtë. Për fat na kanë ngeluar minareja, që ajo është shumë e gjatë, atë atje kanë ngelur si pikë referimi për qendrën, se ka qenë dhe qendër. Megjithatë, deri më tani një kërkesë e tillë nuk është dorëzuar për ndërtimin e një xhamie të re, çka ka bërë që situata të mbetet e pasgjidhur dhe besimtarët të vijojnë të përballen me të njëjtat vështirësi. Një aksident me pasojë plagosje në një personi ka ndodhur mëngjesin e sotëm në bajpasin e autostradës në Lushnjë. Një automjet tip Benz ka përplasur një person që kalonte me biçikletë në anën tjetër të autostradës. 45 vjeçari drejtuesi i biçikletës është dëmtuar rënd në të dyja këmbët, duke u dërguar në urgjencë në spitalin e Lushnjës. Një aksident me pasojë plagosje në një personi ka ndodhur mëngjesin e sotëm në bajpasin e autostradës në Lushnjë. Një mjet tip Benz ka përplasur një person që kalonte nga njëra anë e autostradës në anën tjetër me biçikletë. Pasi ka kaluar barierën e hekur anësore, është goditur nga Benzi, edhe pse drejtuesi i mjetit është munduar ta shmangë. 45 vjeçari drejtuesi i biçikletës është dëmtuar rënd në të dyja këmbët dhe është dërguar me urgjencë në spitalin e Lushnjës. Grupi hetimor po punon për dokumentimin dhe zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, ndërsa është shoqëruar drejtuesi i mjetit. Nga të dhënat e para dyshohet se i dëmtuari ka prerë rrugën mjetit tip Benz në një aks rrugor të siguruar me bariera anësore. Sipas Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit të Shqipërisë, preferencat e udhëtimit po ndryshojnë trend, nga brigjet e ndriçuara me diell drejt destinacioneve të brendshme, plot histori dhe atmosferë të veçantë. Kështu shkruhet në faqen turistike Travel and Tour. Ndërkohë në 2 muajt e parë të vitit kanë vizituar trashëgiminë kulturore të vendit 42.251 vizitorë shqiptarë dhe të huaj. Perspektivat e ardhshme të turizmit duket se janë drejt një skene ndërkombëtare më të fortë. Të dhënat e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit jo vetëm që tregojnë suksesin aktual në këtë sektor, por nxjerrin në pa edhe potencialin e madh ende të pashfrytzuar në Shqipëri. Rritja e vazhdueshme e turizmit kulturor shihet si një faktor kyç për forcimin e pranisë ndërkombëtare të Shqipërisë. Duke promovuar këto vlera historike, vendi po pozicionohet jo vetëm si një destinacion sezonal plazhi, por edhe si një qendër për shkëmbim kulturor dhe intelektual gjatë gjithë vitit. Investimet në infrastrukturë si dhe digitalizimi i vendeve të trashëgimisë pritet të përmirësojë më tej përvojat e vizitorëve, ndërsa gjithnjë më shumë turistët duket se po zbulojnë thesaret e fshehura të Ballkanit. Imazhi i Shqipërisë si një vend me histori të pasur dhe identitet të gjallë do të forcohet sipas të dhënave.
Zhvillimi i këtij sektori pritet sjellë përfitime ekonomike për komunitetet lokale, duke garantuar njëkohësisht edhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore për brezat e ardhshëm. Nga objektet e lashta që datojnë para pushtimit romak e deri tek dokumentimi detajuar i luftës së pavarësisë, historia e Shqipërisë rrëfehet me një energji të re. Fluksi i vizitorëve tregon se udhëtari modern kërkon një lidhje më të thellë me destinacionet duke vlerësuar përvojën intelektuale përtej turizmit tradicional. Konfindustria ka reaguar pas krizës së karburanteve për shkak të luftës në lindjen e mesme, që ka ndikuar në rritjen e çmimeve. Përmes një deklarate për shtyp, Konfindustria shpreh shqetësimin që Shqipëria ka rritur çmimet e karburanteve në rajon, ndërkohë që qeveria të zbatojë paketat lehtësuese. Konfindustria, duke marrë shkak nga thellimi dhe zgjatja e papërcaktuar në kohë e krizës së karburanteve për shkak të luftës në Gjirin Persik, kërkon nga qeveria ndërtimin dhe zbatimin e shpejtë të paketës fiskale lehtësuese të çmimeve në treg. Konfindustria kërkon që paketa e parë fiskale antikrizë të përfshijë të paktën 2 shtylla. Së pari, gjithë shtesat e të ardhurave në buxhet nga zbatimi i TVSH-s mbi çmimet e rritura të karburanteve krahasimisht me kohën e parakrizës, të rikthehet drejt për qytetarët dhe bizneset në çmim fundor. Së dyti, të ulet taksa e qarkullimit të automjeteve deri në masën e rritjes së të ardhurave absolute në buxhet nga TVSH-ja e karburanteve krahasimisht me çmimet në kohën e parakrizës. Masa e tretë e domosdoshme shoqëruese e paketës sipas Konfindustrisë është ndërtimi i mekanizmit institucional për përcaktimin e çmimit tavan të shitjes me pakicë të karburanteve, me qëllim që ulja e peshës fiskale të mos përfundojë vetëm në shtimin e fitimeve për tregtarët oligopol. Çmimet me pakicë të treg kanë kapur kufite 200 lek për litër dhe ka hush për rritje të mëtejshme që mund të krijojnë pasoja shkatruese për ekonominë, industritë dhe qytetarët. Shqipëria ka çmimet më të larta të karburanteve në rajon dhe rritja e menjëhershme do të rrezikonte një krizë ekonomike të plotë e me pasoja të rënda shumë përmasore deri në qëndrueshmërinë politike dhe rendin kushtetues të vendit. Flamurtari në basketbol për femra është eliminuar nga gjysmëfinalja e Ligës Unike. Ekipi blonjat u mposhtë nga Bashkimi i Prizrenit duke i dhënë fund të rrugëtimit në këtë kompeticion, ku vinte si kampione në fuqi. Faza finale e Ligës Unike po zhvillohet në Prizren të Kosovës, ndërsa flamurtari u mund me rezultatin 81-63. Flamurtari në basketbol për femra është eliminuar në gjysmëfinale të Ligës Unike. Ekipi blonjat u mposhtë nga Bashkimi i Prizrenit duke i dhënë kështu fund rrugëtimit në këtë kompeticion, ku vinte si kampion në fuqi. Faza finale e Ligës Unike po zhvillohet në Prizren të Kosovës, ndërsa në finalen e madhe është kualifikuar edhe ekipi Pejës që fitoi përballë Tiranës në gjysmëfinalen tjetër. Flamurtari u mund me rezultatin 81-63 në një ndeshje që deri në 10 minutat e fundit ishte mjaft e luftuar dhe balancuar mes dy skuadrave. Megjithatë, në momentet vendimtare ekipi vendas u tregua më i saktë dhe më i qetë, duke siguruar fitoren dhe kalimin në finale. Skuadra blonjate do të luajë tashmë për vendin e tretë përballë Tiranës, ndërsa vëmendja kryesore mbetet te kampionati kombëtar, ku synohet mbrojtja e titullit. Ndërkohë, ajo që është vënë re në këtë fazë finale në Prizren ka qenë mungesa e tifozëve në Pallatin e Sportit, në kontrast të dukshëm me një vit më parë, kur ndeshjet u zhvillua në Vlorë dhe atmosfera ishte shumë e zjarrt. Flamurtari largohet kështu nga një tjetër objektiv sezonal, por mbetet i fokusuar tek fitimi i titullit kampion. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion. Për zhvillime të mëtejshme mund të ndiqni faqen tonë zyrtare Blu Televizion si dhe rrjetet tona sociale. Bashkë mirupafshim.